Rina Murtezi, Hana Beqa dhe Tringa Ramadani janë disa prej volejbolisteve të klubit Prishtina Elite, të cilat kanë si synim kualifikimin në nivele më të larta të volejbolit në Kosovë. Si ekip, ato janë pjesë e Superligës B, ndërsa synojnë që pas ndeshjeve të këtij sezoni të ngjiten në Superligën A. Vajzat kanë filluar përgatitjet intensive për të qenë në formë para ndeshjeve të kampionatit. Sezonin e kaluar ne kemi hyrë në Superligën B, edhe kemi arrit një sukses që për neve ka qenë një befasi e madhe dhe një arritje e madhe. Përshtatja me qikat është shumë e mirë, sepse ne gjithmonë jemi rrit bashkë edhe kemi kalu shumë mirë me njëra tjetrën. Ne kemi edhe shumë pika të forta mes njëra tjetrës. Për shembull, pika e fortë e Hanës është blloku, pika jam e fortë është pasimi, ndërsa pika e fortë e Trinës është gjytja. Edhe na kombinohem shumë mirë me njëra tjetrën, kalojna shumë mirë edhe kënaqemi në stërvitje. Për këtë sezon kemi arritje shumë, kemi pritshmëri shumë të mëdha, edhe shpresojmë që kemi me ngrit nivelin. I kisha sugjeruar që vajzave me ushtru volejboll, sepse është një sport shumë i mirë, edhe ka domethënë pritshmëri shumë të mëdha. Po, normalisht nëse merremi me një sport, kemi pas edhe shëndetin fizik shumë atë mirë, normalisht edhe shëndetin mental, sepse të ndihmon mu shoqënu me njerëz, mu socializu edhe me pas një rreth më të gjerë. Pretendimet e mia për të një ekip tjetër nuk janë, sepse unë kam qef me ushtru në klubin Prishtina Elite, sepse ju mrit aty dhe normalisht që ndina shumë rahat edhe normal të ardhmës nuk i dihet, po ndihem si në shtëpinë tamë. Na këtë sezon kemi fillu ushtrimet prej korrikut, do me thonë kemi pas 3 herë dhe stërvitje. Mëngjes kemi vrapu ose kemi kryu ushtrimet në pishinën e Gërmis. Pastaj në mesditë kemi ushtru crossfit, 1 orë në ditë, pastaj në mramje kemi ushtru në sallë 2-3 orë. Na që 3 muaj kemi fillu më përgatit, synimet tona për këtë sezon janë normal për me dalë në vendin e parë. Edhe jemi pretendent për me dalë në vendin e parë. Vitin e kalum, ka qenë hera parë që kemi marrë pjesë këtë Super League, edhe kemi dalë në vendin e tretë. Si hera parë që kemi qenë Super League ka qenë rezultat shumë i madh, edhe shpresojmë që këtë sezon e këtë vit me fitu krejt. Unë e luaj volejboll që 5 vjetë, po në këtë ekip është viti i parë, tash fillon edhe viti i dytë në ekipin Prishtina Elite. Me thonë që është ekipi më i mirë deri tash që kom servit, është ekipi i tretë, do me thonë që e provoj. Do me thonë jo vetëm që kam për krahun e qikav, po e kam edhe trajnerit. Si vjetë kemi pretendime të mëdha, kemi pretendime për me hyrë Superligën A, edhe deri më tani jemi të shku shumë mirë, me faza përgatitmore që kemi fillu nga një koriko, do më thonë kemi pas 2 muaj përgatitje intenzive, ka 3 herë në ditë, thomë që na kanë shku shumë mirë, për ashtot edhe kemi pas edhe rikuperimin e mirë, kemi pas ushimin e mirë, do më thonë gjitha ka shku shumë mirë, tash pretendojmë që edhe sezonat ja filloj shumë mirë. Fillimi ka qenë shumë i vështirë. Vjen një ambient i ri, ekip i ri, këto ka qenë një ekip i favor i shumë tjerve. Ka qenë pak vështirë mu përshtatë, po ma kanë bo shumë letë, jo vetëm trajneri, po edhe qikat, edhe kom thonë që nuk kom ardhë më herët. Me një fjallë jëmë knaqë shumë, edhe jëmë të vazhdu mu knaqë, edhe besoj që edhe vitet ardhme kam nashku shumë mirë, jo vetëm po edhe mu, po edhe qikav tjera. Nga klubi Prishtina Elite janë 9 vajza që janë pjesë e përfaqësuesës së Kosovës në volejboll. Klubi ka gjithsej 6 shkolla të volejbollit, nëpërmjet të cilave përgatiten gjenerata të reja. Na një klub që na formu shumë vonë, tash vonë edhe vitin e kalum e patëm suksesin historik të klubit tonë, ku plasum në Superligën B, ku për herë parë ishte për neve një arritje shumë e madhe. Edhe aty pretëm që ka me ka një ligë shumë e fortë, edhe kena me pas me thonë drejtën këgja të lash edhe me mbet në atë ligë.
po na fillum fureshëm me 5 lojë, 5 fitoret e para i bënëm, dhe masanej kena vazhdu dhe kena përfundu në vend tret, ku është një sukses shumë i madh, duhet ditë përvojën edhe moshën e vajzave tona. Gjithashtu me gjeneratat të reja, tash e 6 vjet që marrëm pjesë në gara, Prishtinë dhe region Prishtinës jemi gjithmonë të parë, edhe me pothuajse këtë gjeneratat i kena fituar gjithmonë, kurse në gara ndërkombëtare kemi marrë pjesë në Itali, në barit të Italisë, ku në finale, pas një finalis dramatike me një rezultat shumë ngushtë, 2-1 kena humbur një ekipit italian, ekip që luan në ligën e dytë të Italisë, kur dihet që Italia ka ligën më të fortë në botë. Kështu që këto janë disa prej arritjeve tona shumë të mëdha. Këtë vit kena fillu shumë herët përgatitjet, na kanë shtu ambicet për shkak që pa vitin e kaluar që mujna edhe më shumë. Kena ushtru prej fillimit korrikut, kena ushtru të nkuën, lojtarët që kanë kombëtare të konvencional hiç, që është tregova edhe më herët në ekipin tonë kemi 9 lojtarë që bëjnë pjesë kombëtare në Kosovë në përkrejt gjeneratat. Gjatë muajit gusht kena ushtru 3 herë në dite, ku po besoj që çikat janë më të gatshëm se kur për me tregu suksesin që secili ekip ka qef normal Superligën A, aty pretendojna me kanë pjesë e kësaj lige vitin e ardhshëm. Kampionati i volejbollit ka filluar, ku gjithsej garojnë 8 ekipe. E vajzat e Prishtina Elit thonë se kanë synim fitoren.